Ndërtimi i aeroportit të Vlorës është përfshirë sërish në një ngërç të thellë juridik. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë ka vendosur masën e sigurimit të padisë për shoqërinë Via SHPK, duke ngrirë të gjithë situatën juridike, korporative dhe administrative të kompanisë. Me vendimin e datës 5 qershor, gjykata ka ndaluar çdo vendimarrje, veprim juridik apo regjistrim që ndryshon raportin e zotërimit të kuotave, ku aktualisht Mapco Construction zotëron 51% dhe 2A Grup SHPK zotëron 49%. Po ashtu, gjykata ka pezulluar mbledhjen e datës 6 qershor të asamblesë së ortakëve, duke bllokuar shkarkimin e administratorit aktual Vegim Hoxha, si dhe emërimin e një administratori tjetër. Vendimi i gjykatës ndalon gjithashtu marrjen e vendimeve për ndryshim statuti, njohjen e kontratave të pamiratuara më parë apo lidhjen e kontratave të huas, duke detyruar Mapco Construction të ruajë status quo deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes. Ky vendim erdhi pas kërkesës së palës paditëse 2A Grup SHPK e përfaqësuar nga avokati Andi Skënderi. Pas këtij vendimi, që paralizon lëvizjen brenda kompanisë, ka ardhur një reagim i fortë nga biznesmeni Bexhet Pacolli. Ai e ka cilësuar këtë si një praktikë që dëmton rënd palën dhe cënon hierarkinë gjyqësore, sigurinë juridike dhe vetë imazhin e shtetit shqiptar. Është shqetësuese që në sistemin gjyqësor shqiptar, një gjyqtar e një gjykate të nivelit më të ulët të injorojë, anulojë dhe të sfidojë hapur vendimet e kolegjit të gjykatës së lartë, duke vendosur ndryshe për të njëjtën çështje juridike, të trajtuara më parë nga instanca më e lartë e drejtësisë, thekson Pacolli. Për biznesmenin, këto pengesa nuk janë të rastësishme dhe synojnë drejtpërdrejt bllokimin e investimit strategjik. Opinioni publik duhet të di se vonesat në përfundimin e punimeve në aeroportin e Vlorës dhe në fillimin e operacioneve po shkaktohen nga grupe të mirë organizuara që veprojnë në kundërshtim me ligjin dhe që sipas bindjes son janë të lidhura me faktorë që veprojnë brenda institucioneve, shkruan Pacolli, duke shtuar se koha do të tregojë të vërtetën dhe do të zbardhë përgjegjësitë e kësaj situate. Përplasja për aeroportin ka nisur prej një viti. Ky konflikt ka në qendër dy aksionerët kryesor, Mapco Construction e Bexhet Pacollit, që zotëron 51% të aksioneve, dhe 2A Grup SHPK me 49%, e cila drejtohet nga biznesmeni Valon Ademi. Mosmarrëveshjet mes palëve filluan mbi financimin, menaxhimin dhe drejtimin e shoqërisë Via SHPK. Kompania e krijuar posaçërisht për zbatimin e këtij projekti. Nga ana tjetër, Pacolli ka tentuar të marrë kontrollin e plot administrativ për të çuar përpara punimet, duke kërkuar mbledhjen e asambleve për ndryshimin e statutit dhe shkarkimin e administratorëve, që ai pretendon se nuk përfaqëson interesat e shumicës. Nga njëra anë, Pacolli ka tentuar të marrë kontrollin e plot administrativ për të çuar përpara punimet, duke kërkuar mbledhjen e asambleve për ndryshimin e statutit dhe shkarkimin e administratorëve, që ai pretendon që nuk përfaqëson interesat e shumicës. Nga ana tjetër, Valon Ademi ka përdorur hapësirat ligjore për të bllokuar lëvizjet e Pacollit. Përmes padive të njëpasnjëshme, 2A Grup ka arritur të sigurojë disa herë masa pezulluese në gjykata, duke pretenduar se po mbron kuotat e tij nga tentativat e Mapcos për të vlerësuar aksionet apo për të marrë vendime të njëanshme financiare pa miratimin e pakicës.